Në qytetin ku lindi futbolli ka fest, klubi Vllaznia festoi 107 vjetorin e krijimit të tij mes miqve, emrave që bën histori dhe atyre që edhe sot vijojnë të japin kontributin e tyre, jo vetëm në Shkodër, por Shqipëri e më gjerë. Vllaznia nuk është vetëm një skuadër futbolli, por një institucion sportiv dhe kulturor që ka formuar breza të tërë sportistësh e tifozësh. E sot kur festohet, të gjithë shpresojnë që ky të jetë viti i Vllaznisë për të rikthyer pas një munkese të gjatë titullin në kryeqendrën e Veriut. Klubi futbolli Vllaznia është identiteti i çdo shkodranit, ashtu edhe duhet përkujtu gjithë ato figura muaja futbollistike që janë me mia, themune, është shumë e vështirë me përmend emrat përveçëm, se bëhet fjalë për një plejad 107 vjeçare që kanë kontribuar për këtë klub, për këtë emër të madh. Na po mundona me bë më të mirën, shpresojmë ta realizojmë edhe ëndrrën tonë për ta rikthyer Vllaznin kampion këtë vit, kështu që mendoj se kjo do të ishte dhurata më e mirë. Nga ky qytet kanë dalë emra të mëdhenj sportistë që vijojnë të dalin filiza të rinj që na bëjnë krenar. Elsejt Hysaj, futbollisti kombëtares, shpreson që Kuçeblut ta bën realitet titullin. Ndjekoj çik futbollin shqiptar thjesht për kënaqësi dhe shpresoj tash shumë vjet që Vllaznia ta fitojë një herë një kampionat dhe t'ia sjellin gëzimin këtij qyteti, sepse në vërtet besoj që Shkodra është një ndërqytet me tifoz më të zjarrt dhe besoj që e meriton një fitore të kampionatit. Për këtë vit Vllaznia kanë pa veçantë se si presidenti besoj si stafi kanë treguar që dojnë që të fitojnë diçka, kanë prurje të forta, prurje të reja, shumica e lojtarëve njoh, janë lojtarë me vërtet me kualitet dhe shpresoj që t'i japin një dorë për test përpara. Kjo mbetet një datë e shënuar, jo vetëm në kalendarin e Shkodrës, por të mbar shqiptarisë. Gjithë Shkodra është në një atmosferë festive, sidomos pjesa e sportit dhe shpresoj shumë që kjo ditë shërbesi një ditë e cila do të jetë pjesë e gjithë historisë këtij viti për sa i përket kampionatit shqiptar, se ndoshta fitojmë atë titull kampion. Nuk diskutohet që jam një tifozat më të vjetër, edhe nuk e la Vllaznin me fjalë asnjë meshe pa. Të fillu nga Ballçi e deri një këtu në Shkodër. Edhe faleminderit për futbollistëve që po na ndërrojnë kohët e fundit, po luajnë jashtëzakonisht shumë mirë, për na bën qefi shumë. Edhe gëzuar ky 107 vjetori i Vllaznisë, edhe o zot festojmë edhe 250 vjetorin e Vllaznisë, se Vllaznia është një ekip i përsosur. E themeluar në vitin 1919 në qytetin e Shkodrës, Vllaznia është ndër klubet më të vjetra të suksesshme në Shqipëri. Këtë përvjetor klubi shkodrania uroi edhe Federata Shqiptare e Futbollit, 107 vite histori, gëzuar Vllazni. Klubi futbollit Vllaznia, simboli i qytetit të Shkodrës, krenari për breza të tërë sportdashësish, nisi rrugtimin 107 vite më parë dhe i dha shumë futbollit shqiptar. FSHF uron klubin e Vllaznisë, stafin, futbollistët dhe tifozët Kuçeblu, që plot pasion kanë mbështetur skuadrën e tyre.